Lagja Akushtrimi po përballet prej kohësh me një problem serioz mjedisor dhe infrastrukturor, i cili po shqetëson çdo ditë më shumë banorët e zonës. Bëhet fjalë për një kanal kullues në brendësitë të lagjes, përgjatë rrugës që të çon drejt ish ushqimores, e cila është lënë në ares dhe tashmë është kthyer në një burim dotjeje dhe rreziku për shëndetin publik. Kanali është i mbushur me mbeturina të ndryshme, kryesisht mbetje plastike. Kjo situatë ka bërë që rrjedha e ujit të pengohet, ndërsa në shumë segmente kanali është bllokuar pothuajse plotësisht. Për më tepër, mungesa mirëmbajtjes ka sjellë edhe rritjen e pakontrolluar të bimësisë, e cila e ka mbuluar kanalin dhe ka bërë më të vështirë pastrimin e tij. Një nga shqetësimet kryesore të banorëve lidhet me pasojat që kjo gjendje sjell për shëndetin. Uji ndenjur, i krijuar nga bllokimi i kanalit, është kthyer në një vatër të përshtatshme për përhapjen e insekteve, veçanërisht mushkonjave. Prania e tyre është rritur ndjeshëm, duke e bërë jetesën më të vështirë, sidomos gjatë muajve të ngrohtë. Po ashtu, ekziston frika e përhapjes së sëmundjeve epidemike, mbasi mjedisi i ndotur dhe lagështira krijojnë kushte të favorshme për baktere dhe mikroorganizma të dëmshëm. Situata është përkeqësuar vit pas viti, ndërsa mungesa e ndërhyrjeve konkrete ka bërë që problemi të marrë për masa shqetësuese. Prej vitesh, nuk është kryer asnjë investim serioz për pastrimin apo rehabilitimin e kanalit, duke lënë kështu zonën në mëshirë të fatit. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përkatëse, duke konsideruar këtë çështje si emergjente. Një tjetër aspekt i rëndësishëm lidhet me rrezikun e përmbytjeve, veçanërisht në prag të sezonit të dimrit. Me afrimin e rreshjeve, një kanal i bllokuar përbën një kërcënim real për përmbytje të banesave dhe rrugëve përreth. Mirëmbajtja e kanaleve kulluese është thelbësore për funksionimin normal të zonave urbane dhe për mbrojtjen e shëndetit publik. Pastrimi periodik, largimi i mbeturinave, si dhe kontrolli i bimësisë janë disa nga ndërhyrjet bazë që duhet të kryen rregullisht për të shmangur situata të tilla. Kanali në lagjen Kushtrimi përbën një problem të kahershëm, i cili kërkon zgjidhje të menjëhershme. Pastrimi i tij, rikthimi në funksion normal dhe mirëmbajtja e vazhdueshme janë hapa të domosdoshëm për të garantuar një mjedis më të pastër dhe më të sigurt për banorët. Banorët presin që institucionet të reagojnë sa më parë për të shmangur pasoja më të rënda dhe për t'i dhënë fund një problemi që prej vitesh mbetet i pazgjidhur.